dhoma e gjumit më e famshme e Shqipërisë, 85 vjeçare, e pa prekur asnjë detaj saj. Dhoma e mbretreshës në Pallatin Mbretëror Shqiptar, ose siç njihet ndryshe Pallati i Brigadave. Një dhomë gati 200 metra katror, me zbukurime mahnitse të tavanit me 15 pjesë që tregojnë pamjet në gjuhë e tij. Hyet nga kjo derë qendrore ku ndodhet garderoba intime e mbretreshës përballë me ngjyrë të kuqe. Ky është krevati mbretëror 2,20 metra me shenjën e shqiponjës dhe me pjesën e sipërme, me të dy abazhurët origjinal, me abazhurët e mëdhej origjinal, me një zonë pushimi në këtë drejtim, me tavolinën në të drejtim, me tavolinën e tualetit të mbretreshës në drejtimin tjetër. Më pas ka një ambient ndenje të vogël, ku qëndrohet pak më pak, ka 2 koltuk në atë drejtim, ka një tavolinë të vogël pune për për të firmosur diçka apo brenda dhomës gjumit, dhe ambientin e ndenjes të mrekullueshëm, kur themi mrekullueshëm me oxhak. Është rreth 200 metra katror me një tavan mrekullueshëm dhe që ka një perl më vete që s'mund të rri pa e treguar, banjën mbretërore me një prej mermereve më të rralla të botës në atë kohë, që ka pasur një kosto të jashtëzakonshme. Është kjo banjë me vask, me WC-n, biden, lavamanin, është tualeti mbretëror.